Seanca paraprake për dosjen e Ilir Metës, Monika Kryemati dhe 3 të tjerëve është shtyr për datën 17 nëntor ora 9 të mëngjesit. Shkak është bërë kërkesa avokatit të Metës për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Ai në një prononcim për mediat tha se së pari gjykata duhet të shprehet për këtë kërkesë të bërë më herët prej tyre. Avokati i Kujtim Cakrani pretendoi se e njëjta gjyqtare nuk mund të gjykojë të njëjtin person mbi dy kërkesa të ndryshme. Nuk ka shanse që Irena Gjoka të gjykojë këtë çështje. Nuk ka, sepse ajo është një gjyqtare e cila për shumë arsye nuk duhet ta gjykoj këtë çështje, sepse është konflikt interesi. Kjo është ajo që ne na reagoja, po themi, po si mundet? Ju jeni gazetar, si mundet? Ajo po hetohet nga zoti Dumani. Zoti Dumani është një në 3 prokurorët që ka firmosur kërkesën për kalimin e çështjes gjykim. Si mundet që zonja Gjoka të japi një vendim në favor të zotit Meta? Ndërkohë, po ashtu do të shqytohej në apel edhe kërkesa e Metës për shuarjen e masës së sigurisë arrest me burg, por seanca është shtyr për datën 14 nëntor. Shkak është bërë paraqitja e një kërkese nga mbrojtja për përjashtimin e gjyqtares Saida Dollapi, me argumentin se muajin e kaluar ka gjykuar çështjen për revokim të masës, e cila vendosi mospranimin.